Alban, cilët janë tre poetë shqiptar më të mirë sipas teje? Tre poetët më të mirë shqiptar sipas meje janë Martin Camaj, Adem Gashi, Din Mehmeti. Drejt malsore. Sot është marrë një gjak, dy pluma lshohen për dhejnë një burr. Sot është marrë një gjak, në tunin e spatës pëlset rashta e kaut të provën. Drejt të mëdha po bahen sot. Sot është marrë një gjak. Gjama e burrave tërbushën përzihet me erën e mishin ndërzjarme. E gjethi vjeshtës vjen, i djegu mbi kapuçat e bardhë ndër kryesa jashtë. Natë, në vorreza mbi kodër tokë e re, hanë e re. Ujqit janë ullë prej malësh, e pinë gjak në prove. Këmisha e bardhë. Kur nisësh për në krenta në dasë, birë, vishe këmishën e bardhë. Është më ftohtë se të zakonshmet, me që ka ngjyrën e borës, po s'duron as njollën më të vogël. Vishe këmishën e bardhë birë, kur shkon ndër krente a në dasë. Po e deshi rasti, s'koqe deri në fund. Ti ke atë gjak sa për një këmish flamur. Më mirë se sa të të skuqet fytyra. Pa titull. Poet, vëllai i shtrengët. Ty njëra dorë të kallet, e tjetra të mërdhihet në jetë. Nuk ka dashuri të madhe, atje ku s'ke mbjellur asgjë për veten tënde të vërtetë. Poet, vëllai i mbram. Ty leh bukuria e vargut të mbyt. Basi prej nesh fillon, e me nes mbaron drita e vërtetë. Pra le të mbetet nga flakada në qenjen e lindjes së vet.